Ju gjanë tjeta gjithë shqiptarëve kudo që janë. Unë jam çlirimtar Morina dhe këtu nga poligoni jashtë të Mirilotit kam 4 të ftuar mjaft të veçantë ku bashkë do ta zhvillojmë një mision ku do t'i kujtojmë disa kujtime të luftës dhe gjithashtu do të testojmë edhe shkatësitë e tyre në pjesën e armën, aty ku shquhen, pra, ku gjatë gjithë prej secili prej tyre ka të kaluar mjaft të ndritur, pra gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën pra më të ndryshme të kombit shqiptar. Po unë për shumë kohë po i prezantoj për të gjithë ata të cilët do ta zhvillojmë bashkë këtë emision, me mua sot është Ferit Berisha, njohur si komandant Shkupi. Zoti Berisha, fillimisht faleminderit që keni pranuar më ka pjesë e këtij xhirimi së bashku me ne në gazetën Demos. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu zoti Bekim Shyti, komandant. Po e veçën është pak me zona nga zona Drenicës, zona operative Shalës, po e dim që gjatë luftës keni ndërvepruar ndoshta gjitha zonat edhe po pak kena dashur me bëu edhe një lloj kombinimi të zonave ashtu. Zoti Bekim Shyti, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Zoti Bashkim Shala, e njohur si boksieri, faleminderit shumë që keni ardhur sot. Edhe zoti Fatmir Sfishta nga zona operative Llapit, faleminderit shumë që keni ardhur sot. Po e nisim pikërisht me juve, zoti Sfishta, pak a shumë ka pjesa poligonit të armëve, po e nisim me pjesën e furnizimit të armëve. Sa ka qenë e vështirë për juve në atë kohë që furnizoni me armë dhe cila ka qenë ndjenja juaj ku më në fund pra u bët që t'ia ktheni pushkën armën okupatorit serb? Po, sigurisht janë emocione të veçanta, mirë që jemi ardhur në këtë poligon që është në pjesën periferike dhe është një malësie e llojit veçanta dhe na kthen atë kohën kur veç kemi dalë në zonat e luftës. Unë për fatin tim, në ditën e parë që kam shku në zonën e Shalës, zonën e Llapit, në atë kohë ka gravituar në zonën e Shalës, në Bajgor edhe në një pjesë shumë të thellë të zonës Shalës, edhe më njëherë ditën e dytë jemi nisë një grup i caktuar për furnizim me armë për Shqipëri. Kemi kalu ka zona e Shalës, ka Shlani, kemi nejt një kohë aty, ai ka zona e Drenicës, Malisheu, kemi qenë në fshatin Jabllanis, kemi nejt një kohë, në Glogjan, Jonik, tani jemi shku në Shqipëri. Domethënë ka qenë sfidë veçantë, mirë, po vullneti shumë i madh, sepse kur veç shkum zonën tonë atje, pajshëm që kemi gjithsej dhe të armë, dhe vullneti shumë i madh që të furnizohemi me armë. Dhe aty sigurisht, atëherë arma nuk ka qenë simbol që ke pas qef me bajt një armë, po ka qenë simbol i një mbijetese, i një lufte, qëllimi i cilës luftë ne veç e dishëm dhe shkuam në Shqipëri ku ka qenë baza kryesore UÇK-s për të furnizuar me armë. Cila ka qenë ajo ndjenja juaj, zoti Sfishta, kur mas pare keni marrë një armë edhe filluat më trajnu me to? Po, është shumë interesant, arma në shumicën e rasteve është e ftoftë. Mirë, po me kohë e din që e ki një mjet që edhe të mbron ty, edhe me atë armë i mbron shokët e tu, edhe me atë armë i vret armisht e tu. Po, është ndjenjë veçantë dhe kjo ta fillet e një lirije të një individ, të një pjesëtari UÇK-s, vinë atëherë kur t'e ki një armë e cila është vdekje pruse për armikun tënë. Vdekje pruse për armikun, zoti Bashkim Shala, kanë qenë edhe gjithë ato rrugtime, nëse mund t'i quaj, që keni pas gjatë kohës së luftës për më furnizu me armë, edhe në bazë trafimet juaja që keni pas edhe në emisionin tonë Demos, mirë po edhe nga ajo që dihet pra për juve, është që kanë qenë goxha të shpeshta ato. A mundeni na tregu pak a shumë çfarë ndjeni keni pas herë keni arrit me sjell armë për në territorin e Kosovës, aty ku po zhvillohej lufta ndaj okupatorit serb? Unë po të regoj një rast, kështu qa për gjujtje, kështu se ma fërtash se për me ikë shumë me të regu është histori e gjatë, ama e kemi një rast kur ora Shkezen Haradini, edhe Recep Selimi tha shkojmë, tha për mi ngushëllue. Edhe erdhën Maznik, po konë edhe Zhebeli ku ka qenë Mala, komandat Mala ka qenë. Tash ne ishim krejt ushtarë që ka ishim tonë, aty Dugagjinit dhe ne si shkum. Mala tha bokser, tha, peshe qatë hut pat legjoni, tha. Këta pe folje se tash nashta s'më e vras. Atëherë kom vra. Tha, cili pe vrajmë, tha, shoqet lidhëm, tha, me kosh diçka, thash, po me çka mu lidhë, tha, unë, tha, ku me ta prej qatë edhe, i shkoj një edhe, që aty afër një gondolli. Mo të shtes. Tha, unë e qka ty, tha, ti mu bira, tha, shkur mi marë bira, tha, nuk shlirofshim në herë, tha, bira. Edhe kom pasu i beret, më ka pardhonë Recep Selimi. E marë vishë shkoqiti edhe gjuj, e vraj, me të parë, njerë këta gjujnë, Molla, Recepi e tonë, po s'më e vrajnë, se kështë e i holë. Tha, nja, o konë edhe Avdiraci.
Tha bokser, tha ke vra, tha pa hire edhe herë. Thasha beshe qatë honi kësi filgjan i rryms. Thasha beshe po e marrë në filgjonin e vras. E vrava filgjonin, tha gjytën e pet, dikur i thash mo, thash e kryo, thash 2 herë. Nuk e prishin nuk. Edhe në prev mala, të një ramushje të tona, të hangën bashkë e bom, e pa të mbo që aty i fa neje, se konë atër luft të konë, kohë luft. Vesh më kujtohet ky rast, tash, shumë rast interesant të konë. Komandant Shkupi, kjo pjesa e armës sipas juve është pak me të lindje apo është pak me praktik? Unë mendoj se është me praktik ma shumë, me të leme mundet me qenë patriotizmi, po jo mjeti. Unë mendoj ashtu. Arma në botë që ekziston është një e keqe domosdoshme, por e cila kur përdoret për qëllime të mira, që qëllimi vetëm është çlirimi i kombit, atëherë është një e mirë e domosdoshme. Kështu që ne jam lidhur këtu qysh me sa po e kuptoj unë me fol pak për pjesën e luftës, pak për pjesën e vetëdijsimit, për rinin me kuptu për çka është arma, kur përdoret, qysh përdoret, me vështirësitë gjatë luftës më të mëdha të mijat kanë qenë, për shembull kur kemi numru fishek sa i kem. Një rast që muj me përmend edhe një rast kështu interesant, kur Florim Këqin ose King Kongin e kena thirë në atë kohë, më thërë në radiolidhe dhe ke atë gjuj. E kesh armën amerikane, Browning, do më thonë gjatën, dhe i kesh vetëm dikun 8 fishek, e na ishmi ofër momentit të rrëthimit, dhe i thësha jo, pritet në të afrohet edhe ma ofër, se unë e disha që i kesh visht 8 fishek, 8 apo 10 mos të saksoj sakt. Dhe ata duke u afru në një afërsi shumë më të madhe, do më thonë, rrezikojshmi ndoshta shumë më shumë, po për mos me quni fishek huq. Dhe mas një kohë caktuar kur afrohen thirr prap King Kongu thot atë gjuj, ta me tash mundesh me gjujt dhe tregon sukses të madh në atë drejtim sepse e gjun e rrok personi që është mbi tink me Gulinov. Kështu që dhe ndryshon situata. Po kur folmi për atë kohë, do më thonë vështirësitë normal që kanë qenë shumë të mëdha dhe furnizimi ka qenë shumë i vështirë, unë kam respekt maksimal për njerëzit që janë marrë me furnizim, se realisht e ka qenë pjesa kryesore që na u ka dashur neve, që kem qenë kryesisht mrenda, do më thonë kam qenë vetë pjesë 1-2 herë të furnizimit dhe e di që vështirësia ma e madhe ka qenë e personave të cilët e kanë kalu kufinin, e sidomos me armatim. Kështu e shoh unë. Zoti Bekim Shyti, shumë prej mësaferëve që kene pas në emision, kur kanë folë për juve, kanë thonë që nuk na ka shku huq eksplozivin të cilë e kena udhëru zonës Shalës, pikërisht zotit Bekim Shyti. Pra, ata tregojnë në rastet pa numërta ku keni pas mjaft një ori në përdorimin e këtyre eksplozivëve. Fillimisht faleminderit për ftesën, na ke bërë bashkë të shokëve të luftës të që nuk po takohemi shumë shpesh, edhe kur i shoh armët, ma kthen Kosovën kur ka qenë robruar për gjitha ato vite. Arma përdoret për rend shoqëror dhe për çlirim të vendit, jo për gazmende, jo për shqiptar kundër njëri tjetrit, kështu që mesazhi im do të ishte ky fillimisht që këto armë që na kanë sjell lirin, e i kemi sjell me munde, me djers, e i kemi sjell me kuale, me mushkat të Shqipërisë, e i kemi sjell me shpinë, me krah tonin, është mirë me respektu sepse ka pas shumë raste gjatë luftës që ju thej shumë ushtarëve, keni kujdes që shpo gjuni se ti nëse do me rrok cakun do të me gju 2-3 herë dhe me pushu pak, e jo veç me gju breshri sepse humbin hargjohen municione, e problemi më i madh të ushtari ka qenë me pas municione dhe me pas bukë. Momenti që ki bukën dhe municionin të zgat jetën në pozicion. Sa i përket taktikave luftarake. Se ti kur flet sot për paqen, e kthen atë Kosovën e robnune dhe tash sot mas 30 vit, 27 viteve, do të muni kogja krenar si gjenerat dhe duke falendru gjithkohë NATO që na sot jemi të lirë. Kur flet për armët, shqiptarët në traditën e tyre, për shkak se kanë qenë të okupuar gjithë jetën, deri në çlirimin e Kosovës në 99-ën, i kemi përdor jo për dëshirë,
po për nevojë, sepse gjithë kohën kemi pas armik që na kanë rrethu gjithandej dhe në raste të ndryshme që janë përdorur për gazmende, që është ditë kush me qit, sa fishek me qit, edhe kur me qit, tash është bastardukja. Arma duhet të respektohet, është kulturë shqiptare, me qenë se tash jemi të lirë, e kemi ushtrin, e kemi policin, e kemi gjitha organet relevante që janë për sigurinë e Kosovës, duhet ata t'i përdorin armët kur është nevoja e jo na për darsma se ato predha që shkojnë në qiell dikun përfundojnë edhe është Zoti që mos përfundojnë në njerëz apo edhe në kafsh. Kështu që pjesa e taktikës luftarake që përmene se kemi bo sa kemi ditë dhe kemi mujtë edhe me pjesën e lëndës shpërthyese me eksploziv, unë besoj që në taktikat luftarake të që kësë snajperi edhe eksplozivi kanë qenë dy armë më friksuese për armikun. Kanë qenë më të parashikuara dhe realisht asnjëherë nuk e ke zbulu pozicionin edhe ti që ka aktivizu Londën, edhe snajperisë që shef mal dikun atje 700 metra larg. Do të thotë edhe armiku në ka pas një ori që i posedoni këto lloj armëve. Në fillim jo, po ndërkohë po. Domthonë në këtë rast përkundër që kanë kaluar shumë vite, po e përmend edhe në profesor që në zoti Salim Musa që na ka trajtuar, ka qenë inxhinier i elektros, edhe ka ardhur prej Amerikës me na trajnuar se si duhet punohet aktivizimi i lëndës shpërthyese nga largësia me dofar sisteme të bipersave sene dhe kështu që pjesa e snajperit edhe lëndës shpërthyese nga largësia ka qenë goxha psiqike për armikun. Kështu që kena kalu pastaj në nivel tjetër. Shumë armë kanë ardhur për shembull prej Amerikës, sot kur i thu dikuna që me një fishek ke mujt mi gju për shembull një mjet blindun edhe ka kall thu, çish ka mundësi bra, hajgore po bëni me neve një fishek, po duhet mi di çfarë fisheku, se ka shumë lloj të armësh, mbrana atij fisheku, mbrana atij plumi ka eksploziv. Edhe në momentin që e shpon automjetin dhe hyn mbrana, ai kur eksplodon për shkak të vakumit mbyllën, çfarë do të jetë mbrana ato asgjësohet. Kështu që edhe një herë faleminderit për ftesën, arma duhet respektohet gjithë jetën, gjeneratat e reja përdorni për siguri e jo për darsma. E kena gjatë bisedës tonë të lirë, zotë Bekimshyt, po e nisim me juve si lloj mesazhe sensibilizuese për gjithë ata të cilët po i përdorin edhe gjatë ditëve sot dhe këto lloj armëve, thatë që asnjëherë nuk keni gjuhë në dasmë, në ahenge me armë. Mundet me dalë dikush me thonë po në 2000 ke gjuhë, është e vërtet me njerë mas lufte ka qenë euforie pas luftës, mirë po nga viti 2000 unë nuk kam gjuhë edhe nuk gjujnë në darsma asnjëherë, jo veç në darsma, as në hajenge dëshiroj të festoj me zemër, jo me armë. A kina rast caktum ku i ke thonë jo ke të rek vrejtën ndoshta dasmorëve ose jo rast caktum, po më njohin që edhe në për darsma kanë herë shkoj e marr mikrofonin i tham, o hajde festojna e bojna darsëm denë saba, jo me armë, po me zemër, se këtu kena nona motra, janë 7 zone, mune qaj plum me përfundu dikon fatkeqësi edhe po shëndrohet nga darsmja në mort, kështu që po e vazhdojmë darsëm deri saba. Ne ke funit përshtajen edhe poligonet ku gjithë ata të cilët kanë pasion ose dojnë pra me që ku ja kanë këtu vinë nga sot edhe gjithë. Edhe ju komandant Shkupi pra tha që në dasmën e ju i keni të rek veten gjithë dasmorëve që mos përdoret asnjë. Po, dhe ka qenë viti dikon 2002. Dhe unë i kam lutë shokët e mi dhe për mos me ndodhë aja veprim dhe për fatë mirë temin e kam respektu vendimin. Po, se i përket armëve dhe ahengjeve, darsmave, rinijës, rinia duhet të kupton vetëm një gjë, që arma është në dukje dhe në prezantem dhe si që rinia i shohim filme, kreto është tani bukur, por nuk është mjet në cilin duhet të vedisohen, ata duhet të vedisohen shumë që nuk është mjet për me lodër, për me lujt. Por, gjithë ata, ajo rini e cila dëshiron tjetë pjesë e njohjes së armatimit, ditë sotit, krahasim me kohën e kalume, kanë shumë literaturë për me lexu, se kanë kretë literaturën e botës në telefon. Kanë trajnime në për poligonet. Pastaj, vinë poligonet. Unë e falenderoj sot Reloadin që na e ka dhënë mundësien këtu me demonstru pak formën, me demonstrue se si funksionon arma dhe falenderoj Reloadin që ka kriju këtë vend mrekullueshëm me sigurit jashtëzakonshme për mos me ndodhë në incident, por sa i përket prap
të rinjët të vedisomi se nëse kthehemi në historinë e kaluar, në historinë e lashtë, edhe atëherë ka pas dashma dhe fejesa dhe martesa. Fillimisht kanë ecë njerëzit në kamb, dikur i kanë përcjell me kuaj dhe qerret vjetra, tash i përcjellin me automjete të reja, se do më ndryshon. Me drona. Edhe në kohën e kalume, në shumicën e rasteve është përdor dashma me një qëllim krejtësisht tjetër, jo për të festuar, por në momenti që është dorëzu nusja, dhe me thonë, ata që e kanë marrë, dhe me thonë, ka shkrep 2 ose 3 herë në ajër, për rastësi mos më ndodh dikush me dalë në rrugë, me rrëmby, familjen apo nusën, mos me bëni problem, vetëm me tregu se kanë armatim, po ajo ka qenë tjetër kohë, sepse ne kemi qenë të robëruar. Sot, ne nuk jemi të robëruar. Sot, ne nuk kemi nevojë mi tregu as kujt që jemi të armatosur dhe jemi të fortë. Se e kem shtetin, e kem policien, do më thonë nuk ka rrezik. Kështu që vetëm shumë lehtë është me shëndrua ta heng me krizma, kem shumë fishekzjarje të jashtëzakonshme në botë sot që i bajnë, dojnë me bë, i organizojnë ato punë dhe është një kënaqësi e veçantë, por vetëm të shëndrohet në mjete pirotehnikike të lejuara, do me thonë që si që janë fishekzjarët. Kjo unë menoj që është shumë e rëndësi me e kuptu të rritë. Për ata të rritë, që me të vërtet e kanë pasion dhe dëshirojnë ma shumë, ka dhe klube sportive, tjera, të organizume me bë gara, me mrit gara të mëdha në botë, por në vendet e caktuara dhe të jenë zyrtare. Kjo është porosia ime për rinin. Porosi mjaft mirë. Zoti Sfishta në zonën e Llapit, sapo mundohen tek e fundit më respektu ky lloj slogani që e përmenden pra edhe 2 tjerët që festoj me zemër dhe jo me armë. Fatmirësisht është ka zvoglohet numri i raste ku nga ahengjet e ndryshme, dasmat e ndryshme, ato shndrohen fatkeqësi. Është ka bie numri drastikisht, mirë po ka ende udin. Edhe i bashkangjitë kolegëve, shokëve të mi që ata njerëz që me të vërtetë e kanë pasion armën, e kanë pasion qitjen. Ka poligone si Rilodi në anë e Kosovës, nëse dojnë të gjuajnë, shfryën, vinë këto poligone janë pajisën me staf profesional që i mësojnë, i trajnojnë, edhe e kryjnë atë moment që njerëz e kanë si dëshirë. Mirë po, është ju bëj edhe njëherë thirrje, njerëz që ftohen në për darsma, në për ahengje, që shkon me 200-300 dashmor, ja prish dasmën atij që ty të kanë neru, të ka thirrë dasëm. Por pas asaj fatkeqësisht që mund ndodh plagesa, vrasja, domethënë ka vende në Kosovë që mund njerëz që kanë pasion e armët mund shkojnë, gjuajnë dhe mos krijojnë asnjë rrezik, as për rrethin, as për shokët, as për familjarët. Besoj që ky mesazh i yni dëgjohet dhe të merret shumë seriozisht, sepse ne thuajse në moshën ka gati 25-60 vite që jemi të familiarizuar me armë, mirë po një farë forme jemi ngop me to dhe kemi pas shumë të arsyeshme që arma përdoret veç kur ka nevojë. Tash neve jemi persona që punojmë biznes ose profesione ndryshme, i kemi organet tona të cilët me të vërtet duhet i kanë armë, i posedojmë armë dhe i përdorim për nevoja sigurisë ose civile, ose publike, ose ushtarake. Po, zoti Bashkim Shala, duka gjenë sapo respektohet. Unë e krahasoj armën sikur me një kerr kur i grash pa kujdes. Kam një mesazh për gjithë shqiptarët edhe rinin të kanë kujdes me armën, se arma është e rrezikshme. Jo në vende sportive, tash kjo vend sportive, kush do me qitë mund të marrë me gjujt këto, me pas kujdes se sikur kerrin, kur t'i grash pa kontroll, e vret dikon, e myt dikon, bën aksident, që ashtu edhe më arme, mu e vret vëllavën, mu e vret vetën, mund është mirë është me pas kujdes, nuk kem nevojë tash me gjujt për ndasma, për gazmente, për kemi mënyra për me festu, me kënu, me dalë, me këtsyje, me bëhe naj ma betë mirë, po jem me gjujt, edhe pse na shqiptar tash na ka jetë ka pak kem qef me gjujt nashta na herë, po edhe kur dëgjun dikush me pas shumë kujdes. Kur gjun, kur me ka gjun, ka me pas kujdes edhe nëse s'mi durohet, pa gjujt me pas shumë kujdes me s'mi bërë në asgjohë, se në asgjohë laki kushtan me krye. Ka kushtu shumë, jenë vra shumë, fatkeqësisht. Po, fatkeqësisht ne ja përmenëm mesazh është
jemi krejt rinia gjithë shqiptarët mos mu marrë me armë pa nevojë. A duhet më konë është të zoti Shala edhe prej vetë zotit Dasmë që një mënyrë të thatë edhe ju këtë gjithë, kur t'jeni prezent ju kërkoni. Zoti Bekimshyti tha që merr mikrofonin edhe thotë që edhe nëse keni me veten mos shkaj vetë kërkosh. Hiç pritoj. I zoti Dasmës duhet me thonë me sa më ju tregua si mos më qit, po ka ndonjë njeri ndoshta si ka respekt për to tash edhe si edhe ai më nol ndoshta. Të marr parasysh që Është ka raste po. Ka respekt, po t'ja lëni Nëse Dhe gjun dikon ku nalet flumi. nëse me pas kujdes, shumë kujdes, mos më bëni asgjë e armën, se armën e bënë asgjë ta kryt ose e vret dikon ma dashnin ton. Me pas kujdes se ka ndodhur kjo. shumë për juve e kena përmend po zoti Sisi. Po simulohen, do të me pas parasysh njerëz që arma e vërtet, që kam dorë, dallon shumë nga programet ose aplikacionet që janë nëpër internet. Po, dallojnë shumë. Aty është program kompjutere, kjo është e vërtet, kjo të ban dam, aja mund është më hub në loj aty, po kjo të ban dam ty e të ban dam rrethet ku ti e shkrep një armë. Sa të dallojnë edhe nga vetë trajnimet edhe ushtrimet të cilët i kanë edhe vetë personat të cilët janë thirrur, qoftë policia, qoftë ushtria, të marrë parasysh ata janë edhe klumba fushor, që përdoren pra vetëm për trajnimet e tyre. Do marrë parasysh që jeni pro figura mjaft respektuese të luftës, po duam një çështje këtë përfund ndoshta kushdo që përmendet ndoshta secili janë me të gjithë juje thonë që çush kanë mujt këta burra pa u përfshin ka ona politike. A mund më na tregu secili nga ju këtë aspekt të marrë parasysh që edhe në këtë kohë ka mjaft vështirësi sa i përket për aspektet politike dhe themelimit të institucioneve të vendit. A bën përgjigj në pari për këtë. Po e tham pak mënyrë ndoshta edhe çesharake, por po punona me shtjellu që të pyetje, se është pyetje shumë interesante kështu. Mos pari, arsyeja kryesore pse UÇK-ja e ka nis luftën nuk ka qenë politike, po ka qenë kundër një režimit politik të gabuar. Kështu që mos pari, çajo, domethënë gjithë ushtarët e UÇK-s kanë luftuar kundër režimit, jo kundër me vrar njerëz, që veç për çef, kështu, domethënë kanë luftuar kundër režimit. Tash në esencë, shumica e ushtarëve nuk kanë qenë politikanë edhe vetë. Këtu po e përfshi vetën, më kanë pyet shumë njerëz, pse nuk jem politik, më thonë, arsyeja kryesore është se unë nuk jam i aftë me qenë politik. Kështu që masi nuk jam i aftë me qenë politik, pse më jazon vendin dikujna, veç pse kam luftu? Jo. Unë kam luftu që politika më konë e mirëfillt, që tjerët me vazhdu me rregullu këtë shtet edhe politikisht për ata që janë taftë, kuptohet. Tash, sa janë taftë, sos janë taftë, ajo është tjetër çështje, ne jem në fillim të krijimit një shteti të ri, sepse është ndoshta në historinë me i të kaluar me krejt ndoshta është lufta e parë kombëtare që është fituar në herë komplet si luftë, jo si betejë. Kështu që jem duke mësu, edhe në politikë jem duke mësu me gjitha të mirat dhe dështimet, por unë personalisht sot e shoh Kosovën sikur më parë, duke e krahasu të kaluamën. Për me kuptu rinia e jonë sot, lirien, do të me kuptu robrien. Kështu që ne do të punojmë shumë mi tregu që shka qenë para luftës, për me kuptu luftën dhe pastaj me kuptu edhe me vlerësu lirien. Kjo është... Apo bëhet mjaftueshëm për me eduku rinin, të marrë parasysh që ka mjaft kritika, qoftë nga familja, por edhe nga shkollat, institucionet edukative arsimore. Sa i përket edukimit në përgjithësi të rinijës, unë mendoj që shumë pak është bë gjatë tanë kohës, që 27 vite që po banë, unë mendoj se është bërë shumë pak në drejtim, nista vetëm për një faktit shumë thjesht, për historinë e luftës së Kosovës, unë nuk jam ekspert i arsimit, por nuk besoj që ka më shumë se 2 fleta të shkrume dikun, dhe ajo është një gabim i joni, i përgjithshëm, edhe jemi. Kolektiv. Pse nuk ka histori më shumë shkolla, se na do të prej shkollës fillore me spjegu pse është bë lufta. Jo çush është bë, pse është bë, që me e kuptu të rritë. Kështu që... Edhe nëse ka është në fund librit, për fat keq. Pa marrë parasysh ku, po ka shumë pak, edhe me nën kuptime, jo me sqarime. Kështu që unë mendoj që do të më punu shumë këtë drejtim, unë besoj që kena me punu këtë drejtim shumë, dhe besoj që në të ardhmen do të ketë ma shumë informata, do të punohet ma shumë. Zoti Bekimshyti?
pse jo në politik, ma mirë me popull, sepse në momentin që të identifikohesh me një subjekt politik, po i bën edhe shok të armit, sepse ka në secilin parti shok të idealeve sene. Mirë, po megjithatë do të me kuptu opinioni i gjerë që politika është jetë. Dhe ne, edhe nëse s'merrem me politika merret me ne, merret me drejtat tona të biznesit, por nuk do me thonë vetëm të jesh në politikë që të kontribuosh për venin. Për venin ti duhet ta ndjesh obligim kontributin deri edhe 2 orë para se me vdek. Në mënyra që ti mundesh në venin ku je, qoftë me biznes, qoftë me edukim, qoftë me trashëgimi të edukimin e trashëgimtarëve tu e gjitha këtu. Nuk jemi rastësisht në 4 këtu. Arsyeja pse jo pse dojmë armën, po kemi vendosur që me armë të liru venin, është edukimi para arsëve tonë. Baba më thej ke brëbir 3 sene nuk kthehen mrapa, për para s'ka pas armë, por ka pas shtize. Shtiza e lshume, fjala e thënë dhe e kaluara. Ne kemi pas një kaluar shumë të dhimbshme, edhe detyrimisht jemi detyruar me marr këto armë për me çliru venin, e sot thash zotë që i kemi institucionet relevante që i përdorin këto në mënyrën më të mirë që ata dinë edhe që e kanë dëshmuar për gara të ndryshme ballkanike evropiane. Dhe ne të gjallët, dhe ne të tjerë, do me thonë, të respektojmë ata që kanë vdek për këtë vend, që kanë derë gjak për këtë vend. Armën e ka pas edhe shkava, ne e kemi pas edhe ne kënej, dhe cili e ka lëshu shigjetën i pari, e ka fitu betej dhe në fund me NATO-n e fitu në luftën. Kështu që na beteja kemi pas shumë në histori, po luftën e kemi fitu me NATO-n dhe pastaj këto tavolinat e marrëveshjeve për herë të parë mas Parisit e Londrës është Rambuja që na sjell shlirimin, edhe 2008 Hashimi e lexon pavarësinë ato dhe na jemi të pavarësat. Ca pjesën e edukimit zoti Bekim Shyti pa kalu tek tjerët që sa i përket sa është bën kjo pjesa propagandës, domethënë në mënyrë të marrë parasysh që edhe ditë sot dhe thonë që ka kalu lufta, ka 27 vjet që ka kalu lufta, bëma me luftë, na keni lodhur me luftë. Është e vërtetë që kaq herë. A di kush e thot këtë? Vetëm ai që sot gjak shqiptari. Një gjak shqiptari nuk e tradhton shqiptarin. Një popull që lufton për shirimin e vet nuk ka mundësi, domethënë me e thon këtë fjalë jo mas 30 vjet, edhe mas 300 vjetë. Edhe nuk është ball prap. Jena gjenerata ma fatlume dhe ma krenare që këna mujtë me fitu luftën bashkë me natën dhe sot jemi të lirë. Ushtari u Çekes i ka 3 fakultete. Se ka ditë me mënu me hinë luftë. E ka bo luftën, unë një plot se kanë qenë student atëherë, pa ai student që konë atëherë leqe ka kryj, për ka pas edhe 2 fakultete si ka kryj luftë. Luftari i lirisë din me bo politikë, ma mirë si krejtë. Din me bo tash të i përthojnë, dëse e kanë marrë jo këta u pasunun, jo këta s'din me bo politikë duhet. Jo, një ushtari u Çekes që ka ditë, ka mënua vish më ardhë, me luftua për lirinë e kombit, a i din me bo mas mirë t'i krejtë. Edhe duhet mu marrë me politikë, gjithkush me gjetë atë profesionin e vetë. Po, duhet mu marrë me politikë edhe ushtari u Çekes, edhe ai si sukon u Çeke, edhe ai si ka përkra u Çeken. Nuk duhet mi ndaje këto, ja pse o konë ushtari u Çekes, tash këtë duhet me vdek. Konë ushtari u Çekes, këtë duhet me bo biznes, nuk duhet me him politik, nuk duhet me hongër buk, na duhet ashtë me vdek. Me ngu do ashtë me vdek. Jo, se ushtari u Çekes si ka mënu, edhe ka ditë me arë në luft, a i den ma mirë si gjithë tjertë. Një mesazh zoti Shala për fund krejt për gjithë ata veteranë të cilët për fat keq thonë që ka raste kur nimi keq me thonë që janë veteranë i luftës, pikërisht për kësaj lufte speciale, nështë me thonë propaganda që bëhet qoftë drejtë sociale, po qoftë edhe në shoqëri. Raste caktuar, për fatmirësisht se nuk ka raste kështu tamam. Çdo veteran duhet më një krenar që ka qenë pjesë e luftës, nuk duhet më një keq pse ka qenë veteran. Kjo si ka mujt me hidha dikush nështë se jo konë e ka armën një orë, e kanë shu armën e bo veteran, edhe i ka mënue më konë pjesë e luftës. Unë nuk jem koni të akortit nëse dikush ka qenë kundaj luftë edhe ka qenë shpion. Ata së jemi të akortit pse kanë bo veteran. Se nëse ka qenë dhe në Shqipëri, edhe u këthy ka bajt armë edhe dikur o tut, o ik, e kanë shu armën, nuk ka dretë pse kanë bo veteran. Pse ka unë një kontribut. Na jemi konë ushtri si vullnetare. Kush ka desh ka i, nuk i kem kapë, nuk onë me zërtë mi shti si kur ushtrit, që konë tje i ka mo. Vullnetare, kush ka pas gudzim, ka luftu dhe në fund, dikush o tut, ka pas asi që kanë qenë, kanë bo propagandë, kuna ju Çekes, i konë shpiuna, se shpiuna ka pas shumë. Që ata nëse hina një, se u bo veteran, është pak keq. Është keq se po krazohet
me një luftar që akon për shembull i plagum 3-4 herë, njëjtë. Sola u që a keni pas në herë ofertë, kështu me thonë që ju kanë të ndu, të paktën që ne e dim që ka shumë edhe komandanta të QK-s edhe ushtarë të QK-s që ju kanë përfshi politikës edhe pikërisht nga ata ndoshta që ju bashku politikës. Po, ka pas oferta, po i kom rezistu të ndimit. Për Shumë shumë ka qenë e vështirë. Po, kur po thot shoku jam që jo që s'kemi pas mene dhe s'di më marrë edhe na me politikë, po ka rasis më marrë me një aktivitet tjetër njeri, mirë po edhe pse s'merëm aktivisht me politikë në atë katër këtu, nuk është që politika s'po ndikon të ne, po ndikon shumë. Shumë në tash në këtë rast, këtë kaos politika, kjo është për dëshpërim. Edhe ju jeni ndoshta ata që dëshpërojnë më shumë Po, të dëshpërojmë se kemi kemi dhënë gjithçka për mos mu dëshpëru tash. Edhe e shohim këtë kaos edhe jo që nuk ndikon, mirë po dojnë edhe është një tendencë e njerëzve, një strukturë të caktuar politike që donë me rishkru historinë. Nuk po e kuptojnë që historia nuk rishkruhet, diçka që kalon sheja, kem plan trup, kem njësi, kem togje, kem bataljone, kem brigada, kem zona, ajo është historia. Ti mund e plotson historinë që ka qenë më herët, po nuk mund e rishkruan, po kupton sipas qefeve, xhyreve. Kjo, them edhe një herë, është kanë dëshpran, sa i përket arsimit edhe edukimit brezave për një të kalumen, edhe tonën, edhe të QK-s, edhe se nuk është lehtë një grupacion i caktuar njerëzve me bind një aleancë më të fuqishme botnore me bo aleate dhe më të përkrahën luftë. Nuk është lehtë. Është mençuri kjo. Domethënë kur kemi studenta që tha zoti Bashkim Shola i kanë bind ata. Është ta njerëz të cilët sakt që to kanë pas ndoshta shumë njerëz nga politika, kanë pas vizion të paktën. Po kanë pas vullnetin edhe kanë pas për një me. Edhe ata e kanë pas që na e kemi për një me dhe kanë thonë ti nimojmë. S'ka popull në botë thuajse që u shliru vetë. U shliru me alat, edhe sot po shihet që aleancat po luajnë rol, edhe na kemi pas edhe dijen, edhe fatin që kemi mujt me bind një aleancë që vjen kjo liri që e kemi. Mirë po, tendenca për rishkrim të historisë është e rrezikshme. Është e pamundshme, por është e rrezikshme se po na lën në vend qendror. Po infektohen paktën edhe brezat e rinj, cilët nuk kanë përjetuar. Sepse propaganda po bëhet shumë e tmerrshme, edhe goditjet po janë shumë në brez. Sa që na po pritojmë, po hezitojmë më shku nivel tynet propagandës edhe po rrim po presëm, më kupton. Mirë po e vërteta nuk tjetërsohet. Faleminderit shumë gjithë për këtë pjesë parë dhe po vazhdojmë për ato që kena ardhur tek pjesa e poligonit ku kena mi testu pak edhe shkatësitë e juja dhe aftësitë e juja. Edhe pse 27 vjet mas lufte, po pak a shumë që është edhe komandant Shkupi më shumë edhe me ju tregu tjerëve se rëndësi për poligoni këto duhet më dëfru. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë tash tek pjesa poligonit aty ku thamë më herët që keni ardhur mi testu edhe mi provu shkatësitë e juja 27 vjet pas luftës, po rreshtohemi tash ndalgadale te kabina ku kena me testu mas pari armë të shkurta dhe pastaj edhe me armë gjata. I gjithë ky demonstrim, gjithë kjo gjujtje, gjithë kjo xhirim po bëhet për kujdesin e instruktorëve të licencuar të poligonit Rillot. Falenderojmë instruktorin e gjatë Nuraku i cili gjatë gjithë kohës po na qëndron afër edhe po na asiston një mënyrë për tek e fundit janë armë të reja, se ju gjithë keni njohuri me armë, siç pak a shumë edhe na njofton edhe çysh është kjo rregullat e poligonit të cilët këta pra e udhëheqin. Po, patjetër. Në gjatë fjolla për ty se do të më dëgjojmë. Se jena ushtarak të rregulla çysh se për shkak të ligjeve politikës. Unë thash më herë këtu s'kam çka ju shpjegoj hiç kurrë. Vetë si na kem obligim që duhet me kon dikush prej neve këtu. Protokollin do të me respektu na mas pari, tani jo gjithçysh. Vendos me gjuhë pari, vazhdojmë njerë me pistolet, pas ta shkojmë me edhe pak për mi provu këta, a kanë harusën, po më duket po dojmë me navion. 27 vjet kemi gjuhë, kem harruar. Mas jemi para kamera, vash zoti që jo, është mirë me njoftarmen, me qitë shaj, me konshëjtar shqiptar, me konshëjtar fort, po luftën se kësha dosh kur kërkuj. Se cilë pe këtyne, po te veç apishe... Po mas e na të shkjetim... Ndërprej, veç apishe që janë me 3, se këta kanë dek dhe herë. Edhe zoti, si ka harru këta, i kalon qështu që 3. Apishe se cilë unë ma vital se që shka qenë para 27 vite. Ma sa vite kanë kalu, se cilë për tyne kanë hekra plauk në trëp tyne. Pak në shtarë, më bështë si pytje...
ton jetën I falenderoj. Tha që nuk jeni Ju vazhdoni rrugën amanitin tonë, kështu që në respekt për juve shumë. Dash zoti mas me ndodh kur lufta, po hipotetikisht me me ndodh. S'po besoj që ka përgjigje. I nevoj me vetë. S'kem qarët, jo përgjithë. Ora shkoj të Shkupin, tani shkojmë te Beka, që na tho jo, na thonë edhe ç'është ky. Ai si ka luftuar një herë lufta. Ai si mësu me ik. Hajde të kthirë më na Rrugën ik atë. Hajde pas të Po, kthirë më fillojna me zotin Bekim Shyt. Në dronat. Tash teknologjia tjetër. Veç fillimisht po I marrim secili kanë parë kufje të marr parasysh. Vallai me kufje se janë falem shumë, se janë I lezetin pa ani edhe sa. Kush doni mundi me veç një sekondë zoti Bekim Shyt mos desa ty. A disa ti vendos Po desa të vendosëm natë tjetër. Ka so plumë grami çiçi me ditë. Se edhe nëse s'mund me që më të parin. 3 bolle ki. Zrazë karikaturit ti. 5 ka 5 gjithë secili për orë shkurta. Okej, kap. E para sakt. E dyta sakt. E treta jo. E katërta sakt. Edhe pesta jo. 3-2. Do të një gjysmë. 2 pas kam pas fatin me shpëtu. Po vazhdojnë ata shpër me zotin Bekim Shyt, më sot të pak më afër. Me në kohën e juj, së dhe mas... E para ju... As e dyta... E katërta e sakt... E pesta sakt. Tu dash më shumë kohë për mund zej, më dogo. Në penalti kena me shku bashkë. Vazhdime. Vazhdojnë me zotin Sfishta, pro. Me cilën të armë që dënë municion keni. Me e mohë, se. Zotin Shola, të të vika pak ma shumë kohë për me dhesa të bëhet gati zotin Sfishta me... Po, me marrë dorën pak. Klumat, e që edhe I herë. Po. Take your time, man. E para ju. E dyta E dyta po. Edhe pse të qështë ka rrugë. E treta ju. As e katërta. Hajde, pesta po barazu me zotin Bashkim Shola. E pesta po, barazim. Po më do të orë me I pas ka fojë, në s'pas. Pas ka programuar. Po që poshtë. Vazhdojmë me shku. Qëtot mirë që aje që plumit. A janë qëto? I pes atë. A janë 5. Edhe një hiqa për folese. Për s'komati. Shtimi tjetër. Që për shtimi një? Po më do këtë 3 janë. Mos është pak me praktikë, zoti Bekim Shyt. Po, sigurisht që po. Shpesh gjunash ma saktë Jo dhe vetëm gjujtja, po çdo aktivitet fizik, nëse ti nuk e praktikon me automatizëm, domethënë fillon me harru, po neve na mjafton 10-15 fishek me gjujtë dhe mu riksu përsëri kësaj pjesa. Po më interesant. Se dia, po mirë. Plus asaj duhet me qenë edhe arma që njeh pak, do të di të Kam rrugë kreta jo. Nëse e rrugë kret. Se di që e rrugë kret. Në me to tjetër ka shku për 2, tretas e Nështë pak si shpejt. Ja, dhe është të Komandant. qështë. Dhe është të alkom. Nërë si shkupi po ma të bone që shto, bën? E pora sakt. E dyta sakt. Kjo me to tjetër e gjujtës. Mirë shumë tash be sniper. Po vazhdojna me sniper nështë pak përvojnë e ju që shu do ke ndjenje, po vazhdojna me zotin Bekim Shyt mas pare të në edhe me qënjërë. Ndjenja të gjuajtërit në poligon me luftën është shumë e madhe. Kjo është më motive dhe qëllimi. Kjo është aktivitet fizik dhe sportiv. Po më dhe aktivitet sportiv, bashkë me shok të luftës që na dikur këto armë edhe këta municioni këna bojt me shpinë prej Shqipërisë, sepse që atu kanë qenë kushtet e luftës. Dhe në luft, arma përdoret vetëm për azësimin e armikut,
e jo me gjuh fishek të katë, sikur sot që po i gjuj. Kështu që është mirë, edhe këta shokë tonë të jerme dhe ma orë ka në erësën nostalgjia pak do emocionet përzime sot, kur jom ka gjuj shaj për e kutoj Murrizin, që ka qenë një për snajperistat matë fort në Kosovë, ka qenë snajperistat dhe një Shugoslavini edhe 12 muj, edhe aj me paskon sot, më na po mu e shkupën ka jahuqëm, na kish bo orë. Na kish bo orë. Po që gjaku i tina e krejt dëshmorëve tjerë është liria jonë edhe këtë poligon sot që vina me gjuh lërshëm. Lavdi gjithë dëshmore, zëti... Lavdi, për Murrizi, për gjithë dëshmorë. Lavdi. Që shka ndjenja një metodë ndryshe nga tjerët. Po, ndjenja më tregu drejt masi edhe qëllimi e emisionit e ka një qëllim, do me thonë, ma shumë ke qëllimi me që porosien, do me thonë, për mu ma veçanta ndjenja ke zoni, do me thonë, i armës, e jo caku, këto e banëm se i mes shoksh, nuk jem garë këtu, kështu vetëm dështa krizme me një ma shpejt pa krizmen, kështu që me ne qlirë, do me thonë që me demonstru edhe atë djenin që nuk është edhe qash shumë rëzik mu koqit, sepse që atë herbojnë gabime njerëzit, po shlirë do me thonë i shkrej pa disa fishek. Zotis Fishta, pëso po bëhat një framnjëre që mu rehabilitu nështë edhe veteranet qoftë në aspektin psiqik, qoftë edhe mi qëndru ofër, qoftë institucionet e shtetit, por edhe të tjerët, edhe çfarë ndjeni ke për ju personalisht që paka shumë, nështë ta keni pas rast edhe në kalunë e mirë, po edhe tash mjesin e gjithë këtyre burrave që me shkrejp edhe një herë ormen. Po shumë interesant, krizmat këthen pak në luft, këthen pak, apo kupton, mirë po shënjestra është zbavitje, tash është zbavitje, atëherë u konë ma interesante. Sa i përket rehabilitimit, të drejtën na si veteran, ma shumë i rrim gati njëri tjetrit, se që një institucion i caktuar, ose një shtet i caktuar, na rri gati neve, u kupton, sepse na e bojmë të pamundshmën, që rastet tona, përvojat tona, për ato trauma, ti përcjellëm të shokë tonë të veteran tjerë, pra i nimojmë njëri tjetërit në çdo aspekt, edhe në aspektin material, edhe në aspektin psikologjik. Do me thonë pak banë shteti, është të bo pak shumë shteti për këtë kategorit njerëzve, që tjenë stabil gjatë jetës tyne pas luftës. Zotë Bashkim Shkolla, për juve, a u dëshprove apo që shke pjesa e gjujtjet? Për ne veteranët, krizmat pak janë edhe të lashme, se tash i kemi bo për mi 50 vjetë, shumica janë për mi 50 vjetë, po ka i herë ka nevoj më arë në kësi vendi me gjujt, mësë më harru krejtë, se nuk i dijet, nështë ta ndohë se vyna pet, so këtë duhet? Inshallah kur nuk ndohë, po krejtë mi harru zbën, pa gjujt, vile më arë ka herë, që kjo është si vend sportiv është, më arë me gjujt ka i herë. E bune një pyetje... Po mësë me gjujt pa nevoj. Në viteve 96-97 në karonë Shqipëri me najtë koqa gjatë me kadrinë e mashimin, po 97 ka qenë gjdo shqiptar ka qenë një armatosur, edhe kanë gjujt pa kontrol, edhe në vëra, aseshne. Paka shumë, nuk më pëlqenë me gjujt pa nevoj arme, si vesh me gjujt hajtë me bo zhurën pa nevoja, kur të nevoja me gjujt të mirë, kush ka qef me gjujt më arë në kësi vendi me gjujt se... Qifti Ramush Haradinaj, kur i nin krismat, e ka përjetu vran Luanin edhe ka qu 2-3 sahat në shpinë vetë. Ai kur i nin krismat nuk është i njëjtë sikur na. Më thonë është një dhimbje e mbrëmshme që ai nashta nuk e shfaq në fytyrën e tina, edhe arsyeja që ka një herë që kur e shoh për shembull kur ja futet gjunë e di që ka mllëfin me qit jashtë për shkak të asaj lidhjes të dhëmshme që ka në familjen vet. Po përmendni një rast që ka shumë raste të tjera. Përmendni zotin Haradinaj pikërisht në emisionin e jon ka pas një emocion të veçantë ku thotë që nana rrug, pra nana gjithë aty në herojve të familjes Haradinaj thotë që sa herë të sheh armët i puth, pasi thotë që çto na kanë pështu, pra, thotë që shtatë jo në atë kohën kur është dashur kanë shërbysi për mbjetesë edhe për ekzistencë. Pra në këtë rast, kjo është ajo ndjenja e ju që keni sidomos në këtë pjesën e armët, se cilën e çmoni atë shumë, edhe se cilin plumb që shkrevët keni qef që mos me gju dëm. Mos me gju poshtë. Po vazhdojnë tek pjesa e snajve, aty ku është një distancë pak më e madhe se sa kemë me armë të shkurt, por është me armë e gjatë, edhe aty po vazhdojnë me zotin Bashkim Shkolla, mos është më i pari në rënë edhe po vazhdojnë pastaj me gjithë tjerët. Atëherë vazhdojnë me plumbin e parë. Me kujdes ti çaurën se sillet vjen kry. Marrë shenjë atje. Nëse ke marrë shenjë, mund është me shkrep. Po kry e rakt. Edhe ko je. Ajo rumullak. Komandant Shkupit që është cila është? e saktë e para. E para, po është e rumullak. Ajo në mes. Po, e majka. Në mesme. Mes të kornizës.
E ku me gjujt da që dasht. Se e këpute, e ka rok... Në këto raste, E ka rok penin. Që ki tjetër në ofër. se ka Hajse me gjujt tjetër. Nështë nuk është problem me ndru pak copë. Cëllën pe gjujt që tash Po bashkë. gjyton që është Te porta. Rëmullakin a katrorin. Nën djatë te porta Rumullak. Po. Hajde. Ate shkojmë në 2 sakta, 2 gjujtje 2 sakta. Edhe treta sakta. E që përses. Bokser ma i sak me armë gjatë sa vetë shkur. Ja. Njejt, po ka herë Po, do. e vërtet, s'nash do të me marrë parasysh që këto janë gjujtjet e para. Përse që kus, bro me ju tregu Do që... jetë, këto mura vesh... Do të pak më poshtë me roshenjët. Dhe vërtet, me thash me gjunë është ta pak më shumë. E ku morë që i ka kokë, shumicën i ka kokë, në këseshne. Po në qoshe. Në kësin hekë i ka kokë. Bile s'keto ti një, be kem shyti, po. Si e kenë që. Me një e bikem. Bek, po bek, s'gjela dhe një. Cilën pëtën me... Shka Po po e shkop këtë shkijem, s'tëllën të ukë. Këtë shkijem për mu, cilën të mshoj shkosht. Zgjell ma një bre. Okej. Se na nuk është rasi që jena këtu. Në mes ato, pro, 4 orë në mes. Ka të rrë në mes, a djallë të natë majten. Po, a nuk lëviz. Nuk leviz ka tërë. Që të poshtë, me rreth. Ani ato me rreth në qosh atër, po fokuson me keq atër. O kry. Shkujmë, komandant, shkujmë. Ashtu këtu e ka lodhë bashkimi. E, unë kam pak problem me këto syzat. E po, Bravo shkupi. është e saktë. Po, e saktë. Veç pas frira që shumë i lëviz pa e është e ronë, vlo. Po, se kene edhe kaverë që ka fokuson. Edhe dyta saktë. Shkojmë edhe në gjujtën e tretë, por pe dyat ke 100% e saktë shkupi. Edhe treta 100% e saktë. Në momentin e gjujtjes keni farfrime, por nështë ta nuk dikën, kjo është në distancë pak Më ko ma lartë, po. Ka mirë, e kërsi. Do më 2 kilometra e është. Kështu që zoti Bashkim Shala dhe Krejt Ferisha janë 100% sakta gjujtjet e tyre me orën e gjatë. Vazhdojnë tash me Zonën e operative të lopit. në zonën operative të lopit me salën e UÇK-s. E s'ngrehet deri në fund. Edhe shtyr në atë. Edhe mos Edhe afro. herë instruktorë më avigoni të rimotë të gjitha që kohës në asiston me orën. A ke e rumullak ta në ndjata, po? Atëherë vazhdoj me zotin Sfishta. E para sak. Vazhdoj me gjujtjen e dytë. Dhe edhe dyta sak. Kaman. Edhe treta sak. Djesia është. Po tregojmë zotin Sfishta që gjatë luftës Vallaj, Na, gjona keni gjuar kur gjumi e vallaj. Armë shkurta i kemi bajt për çdo eventualitet, për ndryshe me këto. ku e keni pas cakun zakonisht gjatë kohës luftës. Ku e keni pas sakun, në shkuptim. Pjesën e anatomisë trupit. Por zotin ku kemi mujt, nuk e. Vallaj me pas mujt që tu. Gjithë, se që ato ko sigur se këta ka mujt me pas në diplom, e që ato s'ka pas në diplom. Po te tradita e gjujtjes, unë po të më të rrgu dhe historitë babes tem. Ka qenë shërbim ushtarak 16 muj, për 16 muj 2 herë ka marrë pushim, ka 5 ditë për shkak se ka qenë shitari mirë. Kështu që na të gjithë këto që jemi nuk jemi rasisht. Dhe edukimin që kemi marrë për atë dhe, për flamur, për këmbë, kemi nga baballar tonë, se vallaj me pas baba shketi arona na si kështu gjuaj arona të babës. Fatmirësisht keni pasur si ju e familje të cilat A kem çto ajo? kanë dëshmuar që janë. Vazhdojmë me bekem shytit. Edhe ti pa kufja. Zona operative e Shalës. E Shalës. Bravo. E para sakt. Mos e bëj. Vazhdojmë me gjujtjen e dytë. Edhe dyta sakt. Sa? Edhe treta sakt. Letë ceket edhe vendi s'është adekuat për këta, se këta ma gjotë. Po e vërtet po duhet pak më. Po me të vërtet gjithë janë 100% sakt nga gjujtjet e orës. Beke jote, që kjo thot? Pra, që të 4 ditë, me sigur jam i do me zona të sakta, gjithë për juve u tregu 100% sakt me armë gjata, edhe kjo është një shaj që akoma nuk i keni harru ato instiktit edhe shkatësit e juja, aftësit e juja me armë, kështu që edhe herë ju falenderoj gjithëve, edhe për neve ka qenë shumë derë edhe knaci
një pars pjesë këtij xhirimit të Gazetat e Mës, edhe ju falenderoj për mas pari për kontributin që keni dhënë gjatë kohës më të avdishme të kombit shqiptar edhe për këtë çdo lloj porosie, çdo lloj mesazhe që keni ndar për dërimin e armës. Faleminderit Faleminderit. Vjetë imi konë ma të mirë, si se vjetë më të shëni Kosovës dhe vjetë pak ma të mirë imi konë. Edhe të shtoj diçka bashkë. Vjetë kemë gjithë ma mirë. Shkurta që s'jemi konë saktë, kemi konë me qëllim që mos më do që është e montume, unë kam kjo shkurta. Edhe për që ata, po dalë më original ba. Po, se të rikë një dolë montarë. Më rëndësisht mi përqu mesazhin të gjithë rinia që armët janë për sport, armët janë për siguri e ju për festa. Po faleminderit shumë zoti Shyti. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe për poligonit Rilod edhe gjithë atyne që na kanë mundsuar për me realizu këtë emision. Tash përgatitur për vitin e ardhshëm me qenë më të mirë. Në matë do të kemë konë. Si vjetë luqe, ma unë matë. Faleminderit shumë. Faleminderit.